Berati dhe Vlora, në fakt, ishin dy bashkit nga këto të pesta, që kanë një përqindje më të madhe të mos pjesëmarrësve. Dhe kjo shpjegohet me faktin se këto dy bashki kanë një koncentrim më të madh urban. Pra, popullsia e gjithë bashkisë, sidomos në Vlorë, po dhe në Berat, është e përqendruar në zonën urbane. Dhe tradicionalisht, zonat urbane, kur ka zgjedhje lokale, normalisht kanë pjesëmarrje më të ulët, dhe aq më tepër kur gara parashikohet të jetë pothuajse e vulosur pa filluar. Dhe prandaj dhe kjo shpjegohet me këtë fakt, sepse këto dy bashki kanë një koncentrim shumë më të madh në zonën urbane të, sidomos Vlora. Shohim që është në një tabel në emigracion 37.3%. Pse? Si ndikon kjo? Po, ata nuk votojnë dot. Ata thjesht nuk votojnë dot, se s'mund ta dërgojnë në zgjedhjet parlamentare, ata po të donin mund ta dërgonin votën me post. Po. Sot ata nuk e dërgojnë në zgjedhje lokale, nuk mund të dërgojnë. Pra ajo është votë e humbur. Ajo është votë që praktikisht pa filluar zgjedhja ato votojnë.